por sa i kanë marrë vesh, po më nëjë emrin tim, me kanë burgos vëllavën edhe djallin e vëllavët. Me njerë, se vëllavë jëtë për i mjekon terroristat. Kretë doj me ju vra, në rëndisën për me na vra. Ishin doksi me shamijat kuqe, flisin anglishtën, perfekt. Ne patëm shku me kryqën e kuqë Gjeneves. 3 ditë jemi sjellë s'na leshin me hynë zonë. Edhe kem provu ka logja, aty një post blok, na i murën dhanat edhe por sa i kanë marrë vesh, po më nëjë emrin tim, me kanë burgos vëllavën edhe djallin e vëllavët. Me njerë, se vëllavë jëtë për i mjekon terroristat. Ma në fund kemi mri me hy ka Jablanica e Leshanit e kemi dëpërtu në Qallapek, aty të hangari jemi lëshu poshtë. Aty i kanë qenë me mina hedhësa, tankse, armatim shumë i randë. Dhe aty neve na ndalen, edhe pse ishim me kryqët kuq, na zbritën edhe hajde me ju identifiku, na i këshim ato të kryqët kuq Gjeneve, së tha gjuni këto, që ti letër njëftimet tonë, serbe. Kretë doj me ju vra, në rëndisën për me na vra. Ishin doksi me shamijat kuqe, flisin anglishtën, perfekt. S'na lëshun, dikur mezi na lëshun, edhe kur erdhem në Kërshec, ishte spitali komplet i djegun, krejt populata ishin në gjami, aty në snisë të rrethum, aty mi ballafasu me një gjendje shumë tranë, me pacient shumë tranë, pas mundësi mu marë si duhet me ta, një pjesë u patën bartë në spitalin e 5, po pjesa më e madhe cila ishte në gjendje me eskivu spitalet shtetërore dhe atë rrethimin janë zhvendosur, sikur Ismeti për shembull, Ismet Haska. Por fatkeqësisht disa o dashtë me shku në spital. Prej aty pastaj kanë shku në Prishtinë, prej tyre është Ylli Morina, pastaj është Arbër Spahia, i cili po ashtu ka vujt shumë, me cilin jam marrë shumë në Prishtinë, njerë ka qenë në spitalin e Moshkrive, aty pastaj u liru për mes kryqit kuq dhe u vendos në një shtëpi të disa tafrëm në Mshirë dhe pastaj jam marrë me ta, vazhdimisht ju kanë mbyll plagët, po mas lufte, se ai ka pas komplikime të rana, u pat operu në Tiranë, pastaj dhe ajo plaka ju kish pas thy, dhe kem ba operimin mas lufte në Prishtinë, tash ai shumë mirë, është luan basketball. Bile ka pas fatin që operimin e kom kry me një ekip amerikane nga Dartmouth, dhe ka qenë Michael Sparks, një doktor shumë i zoti, cili më ka asistu dhe gjithmonë e falenderoj, sepse kur të bashkohen një urit, gjithmonë suksesi është më i madh. Dhe është shumë interesant se Amerikers në kanë ndihmu rreth $2 milion pajisje që janë në klinikë universitare, po me theks ortopedisë, sepse ne ishim ata i këshin marë pajisjet, na këshin zhvesh. Po pajisjet që na sollën këta, na ringjallën ortopedin, erdhen mjek të ri që fillun specializimin, plus mund të them se jam shumë i lumtur që kemi pas marrëdhënie të mrekullueshme me spitalet ndryshme, me Amerikan, ka qenë një projekt, cilin e ka udhëheq Dr. Arben Grashdani, pastaj me Gjermant, me një klinik të njohur afër Frankfurtit, në Hofheim, MTK klinik, këtu kam qenë në 1 muaj atje, edhe ata kanë ardhur, na i kanë dhuru shumë materiale, shumë instrumente. Këtu duhet me përmend edhe një teknik instrumentist, Mentor Kelmendi, i cili ka bot pa mundën me na pru proteza, pajisje,
disa herë me profesor të atjeshëm dhe kemi operu 55 proteza të kërdhokullave dhe të gjujve pa asnjë cent. Ka qenë donacion i profesorit i cili e ka protezën e vetë origjinale dhe fabrika ku e prodhon atë e ka dhënë atë donacion dhe kemi realizu së bashku me ekipin gjermane. Po ashtu edhe me Sloven kemi bashkëpunu shumë, me spitalet ndryshme në Evropë, edhe sot kemi marrëdhënie me Francë, me Zvicër. Ja, është e domosdoshme.